E zëvendës kryeministri i Serbisë paralajmëroi se presioni dhe kërcënimet e Brukselit ndaj Beogradit në lidhje me marrëdhëniet me Kosovën mund të çojnë në antarësimin e Serbisë në BRICS. Aleksandar Vulin këto komente i bëri në Shën Petersburg të Rusisë, ku po qëndron për të marrë pjesë në takimin e zyrtarëve të lartë të sigurisë dhe këshilltarëve të sigurisë kombëtare të vendeve të BRICS-it. Nëse zëdhënësi i BE-s për çështjet e jashtme dhe politikë të sigurisë Peter Stano mendon se Serbia do të pranonte të një de facto ose de jure pavarësinë të ashtu quajturës Kosovë në këmbim të vazhdimit të rrugës për në Bashkimin Evropian, ai mund të harrojë Serbinë ashtu siç e ka harruar përkushtimin e Prishtinës për të formuar asociacionin e komunave serbe. Vetëm le të vazhdojnë zyrtarët evropianë të kërcënojnë dhe të bëjnë presion ndaj Serbisë dhe rruga e saj drejt Evropës do të përfundojë me antarësimin e saj të plotë në BRICS, citohet të Gëthen Vulin si reagim prandaj deklaratave të Stanos. I kthehemi edhe